Përshëndetje nxënës të klasës së 7 dhe ja ku po takohemi përsëri në mësimin online e klasa. Në vazhdim si fazë të tretë të transformimeve gjeometrike, do t'ju paraqes translacionin ose ndryshe quhet tejbartje ose zhvendosje paralele. Si fillim, do t'ju paraqes translacionin ku trekëndshi i kuq zhvendoset për 5 katror djathtas dhe 2 katror poshtë ose 2 njësi poshtë. Do të marrim rrjetin katror. Ja ku e kemi trekëndshin e kuq. Tham, trekëndshin e kuq duhet ta zhvendosim 5 katror djathtas dhe 2 katror poshtë. Mjafton njërin prej kulmeve të trekëndshit që ta zhvendosim. Për shembull, marrim këtë kulm. Zhvendosim 5 katror djathtas. Do të thonë numërojmë 5 katror, 1, 2, 3, 4, 5. Do të thonë kulmi dhe 2 katror poshtë. Ja, do të vinë këto. Prandaj, ky kulm nga kjo pozitë, 5 katror djathtas dhe 2 poshtë do të vinë këtë pozitë. Dhe kur do të vizatohet trekëndshi, do të duket kështu. Pra, trekëndshi i kuq është origjinali, ndërsa trekëndshi ngjyrë kafe është pasqyra. Duhet theksuar edhe këtu se origjinali gjithmonë është i pothitshëm me pasqyrën e tij. Kemi një shembull ku translacion ku figura zhvendoset 2 katror djathtas dhe 3 katror lart. Të shohim cila është ajo figurë. Kjo figurë është në formë të shkronjës L. Do me thënë, duhet zhvendoset 2 katror djathtas dhe 3 katror lart. Marrim njërin nga kulmet. Ja, këtë kulm. 2 djathtas dhe 3 lart. Do të vinë, do me thënë, në këtë pozitë. Edhe këtu kemi origjinalin dhe figura e zhvendosur është pasqyrimi. Duhet theksuar se të dy këto figura janë të pothitshme. Procesin e translacionit më lehtë për ta kuptuar ose zhvendosjes. Mendone se ky katror është një tabël shahu, ku ju mund të lëvizni figurat në fusha të ndryshme, djathtas, majtas, poshtë, lart e kështu me radhë. Njëjtë edhe këtu zhvendosen figurat si në fushën e shahut. Figurat që lëvizin, edhe ata kanë rregullën e vet se si lëvizin. Si lëvizën për shembull kali, si lëvizën mbreti, mbretnesha e kështu me radhë. Edhe këtu te translacioni pothuajse është e njëjta formë. Do të thonë ka një rregull, ja për shembull rregulla jonë këtu është 2 katror djathtas dhe 3 katror lart. Në lojën e shahut i ngjahen sikurse lëvizja e kalit në shah. Tani të kalojmë në një shembull tjetër. Katrori të zhvendoset për 4 katror djathtas dhe 3 katror lart. Ja ku e kemi katrori. Duhet të zhvendoset 4 djathtas dhe 3 lart. Marrim njërin kulm, shkojmë djathtas 4 katror ose 4 njësi, lart 3 njësi dhe aty do t'jetë katrori i kërkuar, i cili zhvendos origjinalin për 4 katror djathtas dhe 3 katror lart. Të shohim tani cili shembull vjen me radhë. Thot, trekëndshat A, do me thani gjithë trekëndshi është i emëruar me A, B, C dhe Q, do me thani janë 4 trekëndsha dhe të katërit janë të pothitshëm. Përshkruaj translacionet e dhëna. Të shohim trekëndshat. Ja ku e kemi trekëndshin A, trekëndshin C, trekëndshin B dhe trekëndshin Q. Ne kemi 4 trekëndsha A, B, C dhe Q. Të shohim çka kërkon detyra më të tjerë.
Në nadhët, përshkruaj translacionet e dhëna nën A, prej A në B. Do me thonë, si ka lëviz trekançi A deri në pozitën e trekançit B. Prej A në C, si ka lëviz trekançi A deri në pozitën e trekançit C, nën C. Prej C në Q, do me thonë, prej C, si ka ardhur deri te Q-ja. Dhe nën Q, prej Q, si ka kaluar deri te A. Në qoftë se i kemi ndjekur shembujt paraprak, në zgjidhje do ta kemi shumë lehtë për t'i zhvendosur. Për shembull, nën A, si ka arrit prej A në B? Kemi 1, 2, 3, 4 djathtas dhe sa lartë, dhe 1 lartë. Me thonë, për të arritur trekançi A deri në pozitën e trekançit B, është dash të zhvendoset, ose bëhet translacion, ose të bartet nga 4 njësi në të djathtë dhe 1 njësi lartë. Nën B, prej pozitës A në pozitën C, prej A-s në C. Kur t'i numrojmë 1, 2, 3, 4, në cilën anë? Në anën e majtë. Prandaj do të shkruajmë 4 katror ose 4 njësi majtës. Nën C, prej C në Q, do me thonë katrori e trekançit C, si ka arritur në pozitën e trekançit Q, ose gjatë zhvendosjes si do ta bartim deri në përputhje me trekançin Q. Kemi 2 poshtë edhe 7 djathtas. Me thonë, zbret 2 njësi poshtë dhe bartet 7 njësi djathtas. Dhe nën Q, prej pozitës Q në pozitën A, do me thonë, si arrin, cila do t'jetë zhvendosja me të cilën trekançi Q do të arrijë në pozitën e trekançit A. Kemi 3 majtas dhe 2 lartë. Me thonë, kjo ishte ajo që kërkonte detyra nga ne. Se pasimi në libër gjendet në faqe 224 deri 226, ku ju, për ushtrime, do ta merrni detyrën numër 1. Unë ju dëshiroj suksese dhe ju uroj shëndet. Mirupafshim në prezantimet tjera.